pa ndalim, jemi të bindë që do vazhdojmë gjatë, do t'i shtojmë njerëzit ditë për ditë, që ndresa është nëna e suksesit. Dhe unë jam i bindur që do vazhdojmë pa ndalim. Nuk ka asnjë rast në historinë botërore ku sistemet janë luftuar dhe nuk është dashur sakrifica. Nëse nuk ka sakrificë, do të thotë që nuk je antisistem, do të thotë që je shërbëtor i sistemit, do të thotë që nëse merr pushtet pa sakrificë, je trashëgimtar i zgjedhur i sistemit. Ndaj, duhet sakrificë dhe sakrifica jon dëshmon që jemi e ardhmja dhe opozita që këta nuk e kanë kapur. Qëndrestarët ja dalin gjithmonë, sepse qëndrestarët mbjellin në zemrat e njerëzve farën e ndryshimit, farën e besimit, e si çdo farë, ajo kërkon kohën e vet për të qelur, për të rritur, për të prodhuar frutat, e për të prodhuar suksesin e dur për shoqërinë përkatëse. Ndaj kjo që po bëjmë, është një farë që po mbjellim për të siguruar në të ardhmen e afërt një ndryshim të madh në Republikën e Shqipërisë. Bravo! Sot, personalisht për mua, është një ditë krenarie e madhe. Ju do thoni pse? Sepse tër këto muaj më është dashur të mbaj mbi supe tradhtin e një njeriu 5 lekësh që sot në parlament po dëshmohet se ishte thjesht shërbëtor i Edi Ramës. Sot në parlament po luhet një akt i turpshëm, po garantohet që të shpërblehet tradhtari i kauzës, i cili ka qenë që në fillim me atë quim. Pa kuj. Uj. Koha bënd vedën, i ftoti. Pak muaj më parë, Edi Rama më dërgoi njerëz për të